veçantë të Fest Folk Stubla, e cila përmbahet në kuadër të takimeve të Don Mikeli. Stubla, ky vend i bekuar, nuk është vetëm një fshat i bukur, por është gjepi i dijes dhe i kulturës sonë kombëtare, këtu ku u hap shkolla e parë shqipe në Kosovë. E sonte, pas ka shumë shekujsh e dekadash, Stubla vazhdon të jetë dritare e gjallë e shpirtit shqiptar, duke ruajtur gjuhën, traditën dhe vallën tonë të lashtë. Fest të kulturës dhe të shpirtit shqiptar. Ju ftoj ta përshëndesim dhe ta mirëpresim me duar trukitje moderatorën e festivalit, Jeona Gashi. Faleminderit Nikol. Të dashur miq, çfarë kënaqësie me qenë sonte në Stubël. Vendi ku historia, kultura dhe mikpritja shqiptare ecin dorë për dorë. Stubla nuk lën kur me u ndisi musafir, sepse kur hyn këtu, hyn si mik, po del si familje. Faleminderit Stubël. Kelit një tubim që ka ruajtur dhe shqyer shpirtin ton kombëtar e kulturor ndër breza. Ne jemi rritur në këtë fest dhe sot e mbaj me kranari duke dhuruar brezave të rinj. E fundin që do vi në skenë në këtë festival konkurrues, e që është shoqëria kulturo-artistike Tingujt e Vendlindjes. Pra Tingujt e Vendlindjes, e cila është themeluar në vitin 1976 në fshatin Stago, komuna e Kaçanikut, ndërsa është riaktivizuar në vitin 2016 dhe deri më tani po rrugton suksesshëm në skenat e festivaleve si në Kosovë, si në Shqipëri, si në Maqedoni e në Malzi, po ashtu është pjesëmarrëse edhe në festivalet ndërkombëtare. Ky ansambël kultivon muzikën e bukur folklorike burimore të trevës së Kaçanikut dhe Dai dormi noto, urti dopo. E poi ti vai nel lontano. La passo di conosce, la trupina Roma, di Mosca fai socia slina te. Di me guardo vedere, lascio più di te, se tu fai vedere, che te.
sa përdora, ka i që o gjallojni, sot feston Kosova. Vjeri kajdes kajdeqi, vjeri mos du ta. Ka qenë ministri i Ndranshëm, ka qenë ministri i Financave, ka pas poste të ndryshme. Në vitin 1921-24 ka qenë edhe deputet i Këshillit Kombëtar, se si ushtri i Parlamentit i Shqipërisë në atë kohë. Dhe kur e lexon kohën e tij, e shet që aty ku ka parlamentarizëm, dhe atë sa ka parlamentarizëm, ka demokraci. Demokraci e ndryshme asaj kohës. Dhe ne shohim që parlamentarizmi dhe demokracia asaj kohës nuk është një proces i dhënën për gjithmonë. Këto ishin të gjitha poezitë për sot, ndërkohë që ne japim kohë jurisë të përzgjedhin 3 çmimet e para, Këshilli Organizativ do të shpërndajë dhe 2 çmime të veçanta. Eta lule bor, tu i shëtitur malen kodër, tu i prek lulet gjith me dor, veç një kopsh ma t'bukrin Shkodër, ty të gjeta lule bor. Je vogël bor, je plot, ty t'kërkoj unë tash sa mot, unë ty t'kërkoj, si me ty jetën ta qoj, eja, lule bor.
Shqiponia Maqedonia e Veriut për këtë paraqitje artistike. Tani është momenti që në skenë të ftoj një figurë të madhe të njohur në skenën artistike, Nazmih Hajdari. Profesional. Do të performoj me lahut, e kënga e tij do të jetë këngë autoriale. Moj lahuta me për krenare, kështu që ne ta mirëpresim me duar trokitje.
trashëgim që na la i pari, trashëgim s'ja le as fëmis. Edhe ati ju thaft po goja, që për buz këtë gjunë hynore, që në gjunë të huj, kur s'është nevoja flet, edhe vetën lën mazdore. O, thuja bre, pash sytë e bali. Thuja! Të shkishte, thuja këngë shqipe, gjuhemi liriste. Thuja! Hajde, thuja, ma fuqishëm! Ma fuqishëm! Hey! Hey, 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 këngë moj buqit